Për të vijuar me të tjera zhvillime, do të ndalemi në fakt mbi një raportim në lidhje me uljen e nivelit të ujit të Danubit në Bullgari dhe në pikërisht atë territor janë zbuluar mbetjet asaj që besohet jetë një mamuth i lashtë në Bullgarinë Veriore, pasi nivelet e ujit të Danubit ranë në nivel rekord të ulët. Mbetjet e mamuthit u gjetën nga një banor vendas i fshatit Rjahovo, i cili vuri re gjetjet e pazakonta në shtratin e Lumit. Fshatarit më pas njoftuan specialistët në Muzeun e Historisë Rajonale në qytetin e afërt të pikërisht të zonës. Drejtori i muzeut tha se ekspertët që u dërguan në vend pan nofullën e poshtme të mamuthit, fosile, dy dhëmbë edhe ndoshta edhe një brinjë të mamuthit, dhe thanë se eshtrat do të hiqen për ekzaminim të mëtejshëm për të përcaktuar me saksi origjinën dhe moshën e gjetjeve. Niveli i Danubit ka rënë në nivele rekord në javët e fundit pas valve të zgjatura të nxehtësisë dhe thatësirës së verës që kanë prekur lumejnë në gjithë Europën, përfshi rrugët ujore kryesore si Rajni. Ndërsa në Kurgan të Rusisë ka rënë zjarr në një fermë dhe përpasoj autoritetet kanë shpëtuar mijëra derra të cilët kishin mbetur të bllokuar. Zjarri ndezi pajisjet plastike të brendshme të ndërtesës, duke bërë që tymi i dendur të mbushte me shpejtësi objektin. Në fakt, mijëra derra u shpëtuan, mes tyre disa në fakt nuk mundën të shpëtonin. Zjarrfrikësit arritën të shpëtonin 2500 derra të tjerë nga objekti. Një student francez është gjobitur në Singapur me mbi $400 amerikan pasi u deklaruaj fajtor për akuzën e shqetësimit të publikut, pasi ai filmoi veten e tij duke lëpirë një pipës nga një makinë shtryese frutash dhe që shiste më pas edhe lëngun e portokallit dhe frutave të tjera dhe më pas e kishte vendosur sërish në vend këtë pipës. Didier Gaspar Owen Maximilian, 19 vjeç, mërriti në gjykatë dhe pranoi se kishte kryer krimin, aktin që e regjistroi më pas për ndjekësit e tij në internet duke u bërë viral. Një tjetër akuzë për keqbërje u mor në konsiderat gjatë dhënies së dënimit. $465 ishte gjoba për turistin francez në Singapur. Në majën e gjerë të Pakistanit, një ortek ka mbuluar 10 alpinistë ngjitës, 4 prej të cilëve janë gjetur të pajetë nga autoritetet dhe 6 të tjerë janë ende në kërkim të zhdukur. 2 nga 4 trupat janë identifikuar, ndërsa autoritetet janë proces të identifikimit të 2 të tjerëve. Operacionet e kërkim shpëtimit janë pezulluar për ditën e sotme për shkak të kushteve të motit dhe do të fillojnë sërish nesër. Një amerikan, një shtetës kinez, një pakistanez, një nga Omani dhe 6 nepalez thuhet se janë pjesë e grupit të ngjitjes, i cili u drejtua nga alpinisti i njohur i lindur në Nepal, Nirmal Puria. Kërkimet filluan për një ekip ndërkombëtar alpinizmi prej 10 anëtarësh të udhëhequr nga Puria pas raportimeve për një ortek që goditi të njëjtën majën 8000 metra të lartë në vargmalin Karakoram. Puria, udhëheqësi i ekspeditës, është i njohur për ngjitjen e 14 majave të botës me lartësi mbi 8000 metra. Identitetet e 2 trupave të tjerë ende nuk janë bërë ditura, 6 persone janë ende në kërkim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar një marrëveshje për çarmëtimin e Hamasit në rripin e Gazës pas bisedimeve në Kairo mes ndërmjetësuesve dhe përfaqësuesve të grupit palestinez. Por, ndërsa Washingtoni e cilëson një hap historik drejt paqes, Hamasi e quan vetëm një draf fillestar dhe vendos kushte për zbatimin e tij. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar se bisedimet e fundit të mbajtura në Kairo mes ndërmjetësuesve dhe drejtuesve të Hamasit kanë sjellë një marrëveshje për çarmëtimin përmes fazave të grupit militant palestinez në rripin e Gazës. Megjithatë, një zyrtar i Hamas e cilësoi dokumentin vetëm një draft fillestar, ndërsa zyrtarët amerikanë thanë se Izraeli mbetet skeptik se Hamas do të dorëzojë armët. Në një postim në Truth Social, Trump deklaroi se bordi i paqes kishte arritur një marrëveshje historike për çarmëtimin e plotë të Hamasit dhe të gjithë grupeve të tjera të armatosura në Gaza, duke theksuar se procesi do të zhvillohet në disa faza. Sipas presidentit amerikan, marrëveshja përbën një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një administrate të re palestineze që do të bashkëpunojë ngushtë me bordin e paqes, ndërsa Izraeli do të përfitojë garanci sigurie dhe Gaza nuk do të përdoret më si bazë për sulme terroriste. Pavarësisht deklaratës së Trump, një zyrtar i Hamas ka deklaruar se dokumenti është ende një draft dhe parashikon që armët e rënda të ruhen nën kontrollin e një administrate palestineze pa u transferuar tek Izraeli. Antari i ekipit negociator të Hamasit, Gazdi Hamad, deklaroi se grupi nuk do të ndërmarrë asnjë hap për çarmëtimin përpara se Izraeli të tërheqë forcat e tij nga rripi i Gazës. Ende nuk ka një afat të qartë për përfundimin e procesit të çarmëtimit. Një përfaqësues i bordit të paqes
përmendi një periudhë prej 200 deri në 320 ditësh, ndërsa zyrtarë amerikanë minimizuan rëndësinë e këtij afati. Plani pas çarmëtimit Hamas parashikon rritjen e ndihmës humanitare, administrimin e Gazës nga një qeveri palestineze, tërheqjen e forcave izraelite dhe vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizuese për garantimin e sigurisë. Ndërkohë ushtria izraelite vazhdon operacionet ushtarake në Gaza. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Izraeli synon të zgjerojë kontrollin e tij në rreth 70% të territorit të enklavës. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaza, sulmet izraelite të së njëjtës lanë të vrarë të paktën 6 palestinezë, mes tyre 2 fëmijë. Ushtria izraelite tha se objektivi i sulmeve ishin militantët të Hamas. Armëpushimi në Gaza është kelur vazhdimisht pasi sipas autoriteteve shëndetësore palestineze mbi 1200 qytetarë kryesisht civil janë vrarë nga sulmet izraelite që përhyrjes në fuqi të armëpushimit në tetor. Nga ana tjetër, autoritetet izraelite raportojnë se 4 ushtarë janë vrarë nga militantët të Hamas gjatë së njëjtës periudhë. Po krijon një koalicion detar shumë kombësh me synim garantimin e lirisë së lundrimit në detin e Kuq dhe përballjen me kërcënimin e rebelëve Huthi. Lëvizja vjen pas sulmeve ndaj anijeve tregtare dhe rritjes së tensioneve në rajon që kanë ndikuar edhe në tregjet globale të energjisë. Arabia Saudite është hedhur në veprim për të siguruar një nga korridoret tregtare më të ngarkuara në botë. Ministria Saudite e Mbrojtjes ka zbuluar planin për një koalicion të ri shumë kombësh detar, një përgjigje drejt për drejt ndaj kërcënimit të rebelëve Huthi të mbështetur nga Irani. Në një takim të nivelit të lartë të mbajtur së fundmi morën pjesë përfaqësues ushtarak nga 43 vende dhe Bashkimi Evropian. Sipas planit, Arabia Saudite do të jetë shteti themelues, drejtues dhe mikpritës i selisë qendrore të këtij koalicioni. Qëllimi kryesor është i qartë: forcimi i sigurisë detare, ruajtja e lirisë së lundrimit dhe mbrojtja e interesave të përbashkëta në ngushticën strategjike të Bab el Mandebit dhe në gjirin e Adenit. Deri më tani 14 shtete kanë nënshkruar një deklaratë përbashkët në mbështetje të kësaj nisme, mes të cilave Turqia, Pakistani, Egjipti, Sudani dhe Xhibuti. Megjithatë, vjet re një detaj i rëndësishëm gjeopolitik: Omani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nuk figurojnë në listën e vendeve të gjirit që mbështesin këtë deklaratë. Kjo lëvizje vjen në një moment kritik. Më 20 korrik rebelët Huthi njoftuan një bllokadë detare kundër Arabisë Saudite dhe kanë marrë përgjegjësinë për një sër sulmesh ndaj anijeve të lidhura me Riadin. Në kundër përgjigje, forca saudite kanë kryer sulme ajrore ndaj objekteve ushtarake të Huthive në qytetin Hodeidah të Yemenit, të cilat përdoreshin për të kërcënuar transportin tregtar. Tensionet në detin e Kuq shënojnë frontin më të fundit të luftës më të gjerë me Iranin, duke shkaktuar rritje të çmimeve të naftës në tregjet botërore. Në vitin 2024 ishte Bashkimi Evropian që nisi një mision të ngjashëm detar për të ruajtur lundrimin, pasi Huthit filluan sulmet me pretendimin e solidaritetit me palestinezët gjatë luftës në Gaza. Përfundojmë këtu transmetimin për ditën e sotme. Ju rikujtoj se të gjitha këto dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale, ku ju ftoj të na ndiqni. Mund të na ndiqni në web faqen tonë abc.news.al, njëkohësisht në transmetimin tonë të drejt për drejt në valët e radios 105 FM.